Mos rregullimi dhe mos përdorimi korrekt i mikrofonit është një situatë e përsëritur pavarësisht kujtesave dhe paralajmërimeve të bëra më parë. Për këtë arsye, Agai ka vendosur të dërgojë te Fakiri. Fabiola nuk ka të drejtë kontakte dhe as komunikimi me fermerët e tjerë. Herson vetëm si qenë. Du me thy një rregull me të përqaf. I don't care, le të më qesin jashtë. Ma përpara upi lorin se me tup ty. A mama po qenë. Unë më kanë këse, po duk nga bet boja. Ti vlenë ma shumë se 200.000 zemër. Erdhe! Me ta ndru baterina me qopi herë me leje. Me leje? Apo vini mrena? Se keni ardhe i se nëzet është. A i keni marrë për ashuta se veti. Se erdhe që fajndeja për ftesën. Se në basë është e një të hënë që ndryqonë edhe ty, që e në ana tjetër e botës. Hëna na bashkon, të pakten jemi të gjithë në të njëjtët. Moza ka një poezi bukur. Kur qenë përsëri voglushe dhe mami për blej lodra. Kur qenë përsëri voglushe, thot Moza. Më thënë Moza është një Peter Pan, po jo shumë veta e kuptojnë. Moza që kanë vjedhë dhe rinin, kanë vjedhë dhe fëmirin, edhe po jeton me aq sa mundet. Nuk është pak me ta vjedhë jetën. E me e parë, mas e mujt, po asë një gjë me shpëtu. Nuk ka donë me jetu që ka humë. Rezi Mozës i ka humë busollën. Janë bë gra kur kanë qenë goca. Tani duhen bën voglushe kur janë gra. U futem nga të mdoj qevi, dhe dal nga të mdoj qevi. Bravo, Moza! Rrimi ishte 0 kontakte. Nuk ka musëm dënëm kërkush dhe të më qesin jashtë. Dhe sa të bukur jemi. Nuk e hupi unë këta për asë një dënim. Po duhet me bësi që na e bëri neve, izolim total. Po ashtu ja kanë bërë asaj, izolim total, po i kanë shku. Asaj s'duhet i komunikosh, s'duhet i flasë, s'duhet afrohesh, vetëm aty te gardi. Për t'i lënë ushqim. Më t'i lësh ushqim pa i folur.